Dhe faleminderit që keni ardhur. Zbatim programi që ka thënë Investi, që është një institucion financiar i mikrokredi dhe të programit ABA, që është në funksion të promovimit të vlerave të Fed Investi, të përhapjes teknologjive të përparuara, të këtyre shërbime financiare që janë depozita, kredi. Mendim ndryshe në rritjen e shekës, ne jemi sot këtu me profesor Yusuf Kaziu, që do shpjegojë detajet, po themi mbi teknologjitë. Pra ABA përveç të tjerave ka në suport për gjithë fermerët produs, që fillon edhe nga bujësia, nga pretoria, domethënë ne kemi ekspert në të gjitha. Çdo nevojë që juve keni, te rubrika pyet ekspertin, ju mund të merrni një përgjigje brenda 24 orëve nga ekspertët që ne. Në them që është një interes. Pse? Parë herë kemi deficitin drejt për prodhimin e shekës. Pavarësisht se kemi shumë, po nuk është e përhapur pjesë, se ka një shërb vlerësh të mira, ka grup vitaminash, dhe ajo që ka rëndësi, ka antioksidantë. Është sepse sheka gjen përhapjen në ato toke që shumë kultura tjera. Nëse është shumë rezistuese ndaj kacirës dhe ka shumë pak kërkesa për lagështirë, megjithatë, si i bën shërbimin, atë ku komenton për atë bëjmë investime, është ku duhet gjithmonë për të përcaktuar një fitan, çfarë fitani marrim, duhet nisim nga kushtet konkrete të zonës. Një defekt fiziologjik i shekës është çardja. Sheka mund të shtohet edhe me farë, po mund të shtohet edhe me kontakt. Nuk rekomandohet. Plera azotike, po për të termin plera azotike, ta një tratoret kun plera azotike, të nuk duhet ta shpëtoj. Në vende me mjell dhe në vende me erë të fuqishme, duhet eliminuar mbjellja e shekës. Në kohën e lulëzimit, që është vërtetuar që ndikon pozitivisht. Në kohën e lulëzimit është përkatja. Ju kam qitë ure, ju kam qitë kile sorori, edhe kam bërë fresë. Po, shumë bukur. A kam bërë mira? Kjo është naturia e shekës, naturia e shekës.